Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa ashhadu an la ilaha illallah waliyyus salihin, wa usalli wa usallimu ala nabiyyil Mustafa al-Amin, al-mab'uth rahmatan lil alamin, wa ala ahlihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yawmiddin. Të gjitha falënderimet të takojnë Allahut të madhruar, ai është vetëm i denjë dhe meritor për të qenë i lavdëruar dhe i adhuruar. Përshëndetjet dhe bekimet janë për të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Familjen, shokët e tij dhe gjithë ata të cilët me mirësi dhe sinqeritet pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Allahun e madhruar e falenderojmë për të gjitha mirësitë dhe begatitë. Në mënyrë të veçantë jemi mirënjohës që na ka mundësuar që të vazhdojmë shoqërimin tonë së bashku në këtë termin të rregullt në përpjekje për të njohur më së afërmi udhëzimet e Allahut fuqiplot dhe porositë e mesazhet të cilat burojnë prej Kuranit fammadh. Sonte me lejen e Allahut fuqiplot do të shoqërohemi me një temë e cila ka të bëjë me suksesin edhe mënyrën se si Kurani e trajton suksesin edhe cilat janë shenjat identifikuese të suksesit. Nga se po mendoj nevoja njerëzore për trajtimin e kësaj teme qëndron në mes tjerash edhe në faktin se kriteret njerëzore për vlerësimin e suksesit janë të ndryshme, varësisht prej asaj se çka ata synojnë. Për shembull, njerëzit e dijes edhe të shkencës sukses llogaritin çdo të arritur në aspektin shkencor. Ata të sportit suksesin e matin më shumë me aktivitet fizik. Të tjerët dikush e mat me zot, dikush e mat me dukje. Fatkeqësisht sot qatë shumë kanë evoluar gjanat posaçërisht në aspektin negativ, saqë dikush suksesin e mat me shfrenim, me zhveshje, me çoroditje, me gjana të ngjashme. E sigurisht që edhe Kurani e ka një koncept, e ofron një formulë se çka është suksesi edhe çka është mos suksesi. Dhe cilat janë ato shenjat identifikuese ose ato me cilat manifestohet një sukses. Në të vërtetë, dietarët e Islamit kur i kanë mbledhur të gjitha ajetet e Kuranit, e hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe gjitha ato urtësi e dije e mençuri që burojnë prej shpalljes, e pastaj i kanë përpunu ashtu si duhet e i kanë shtrydh, prej kësaj kanë nxjerrë një përgjigje se çka është suksesi, respektivisht çka është mos suksesi ose dështimi, edhe kanë thonë që sukses për secilin njeri është që ky me qenë në raport në lidhje të mirë me Allahun fuqiplot. E si rrjedhoi e kësaj lidhje të mirë Allahu me u kujdes për te, me e rujt edhe me e drejtu anej ka është e mira edhe e mbara, dhe si rrjedhoje gjithë kësaj për kujdesjeje nga ana e Allahut fuqiplot, ky njeri pastaj gjanat i sheh çysh duhet. Gjanat i sheh me dritën e udhëzimit të Allahut, nuk i sheh vetëm me sytë e vet. Si rrjedhoje kësaj edhe atëherë kur ndoshta një pjesë e madhe e njerëzve mundon me ecë një drejtim, ky hec tjetër ka për shkak se e ka ndjek udhëzimin e Allahut, edhe pikërisht ky është i suksesshëm. E kundërta, mjafton njeriu me qenë i pasuksesshëm, mjafton që Allahu i madhruar me elan, me hiq dorë prej tij. Mos me u kujdes për te, edhe ky si rrjedhoi ose si pasojë, mos me organizu jetën e vet sipas mësimeve të Allahut fuqiplot. Këto e bën për shkak se s'ka arrit, s'ka dasht me arrit, për me e bo një lidhje të mirëfillt me Allahun. Pra, në një farë mënyre, robi e zgjedh vetë suksesin ose mos suksesin në këtë aspekt. Mjafton me dasht edhe Allahu robin e vetë e çon në rrugën e tij. Edhe e kundërta, mjafton mos me e dasht edhe Allahu e lën robin në vetmi. Vetmi nuk është përshkrim i numrit njerëzve, po vetmi është përshkrim i gjendjes njeriut ose të njerëzve qofshin ata edhe shumë, po mjafton mos me qenë të lidhur me Allahun ashtu si duhet, e kjo me u llogarit se Allahu i ka lënë në forcat e veta edhe kësaj njerëzit në asnjë mënyrë nuk ia dalin.
Këtu gjithsesi duhet me përmend se suksesi nuk është detyrimisht edhe nuk është gjithmonë i matshëm me rezultate konkrete. Që dënë me thonë, sukses mundet me kone edhe kur njeri mundohet me ja dalë, mundohet me ja arrit, mundohet me e bo një punë si duhet, mirë po vetë nuk ka arrit me i pa frytet edhe rezultatet e angazhimit vetë. Ka pas pi pejgamberve të Allahut fuqiplot, që kanë pas pak besimtar, pak ndjeks, pak të atil që u kanë besu. Madje ka pas të atil që se kanë pas asnjë, do të ketë të atil që do të ringjallën ditën e gjykimit me një besimtar ose me dy, edhe në asnjë mënyrë nuk mundet dikush me pohun këtë rast, se këta pejgamber nuk janë qenë të suksesshëm. Për çfarë arsye? Për arsye se na e dim se pejgamberlloku është për zgjedhje. Njerëzit që janë bë pejgamber, Allahu i Madhruar i ka përzgjedh, edhe i ka ndihmu, edhe i ka përkrah edhe kështu me radhë, dhe suksesi i tyre nuk qëndron në frytet edhe rezultatet konkrete, që është numri i pakët i besimtarëve, po suksesi i tyre qëndron në faktin se ata e kanë përmbush detyrën e vet. Pra, njeri është i suksesshëm nëse i kryen detyrat edhe obligimet. Pastaj a ka pas fryte edhe rezultate, as ka pas, nuk është detyrimisht tregues i suksesit. Na njerëzit jemi mësu me i matë gjanat gjithsesi me rezultate, mirë po nga njëherë njeriu miell sot e korr dikush tjetër, korrin breza mas tij. Një shembull interesant e kemi te ajo që ka përshkruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për pejgamberin Nuh alayhi salatu wassalam. Nuhi ka jetu shekuj mileniume para neve. Edhe e përshkruan pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se mes tjerash dëshmitar të suksesit të Nuhut do të jemi ne, ummeti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Se kur do dalin njerëzit në ditën e gjykimit para Allahut, Allahu ka me e pyet popullin e Nuhut, edhe pse Nuhut qëndrojnë mesin e tyre 950 vjet, edhe Allahu do t'i pyes, a keni pas ndonjë pejgamber, a ju ka tregu dikush për mu? Ata do të thonë, jo zot, kur s'na ka ardhur kërkush. As na ka ardhur dikush që na tregj vërejtjen, as dikush që na përgëzon, as dikush që na thret ka e mira, as dikush që na largon ka e keqja, se njerëzit janë të prinun mes tjerash edhe me dëshmorajshëm, sidomos prej frikës e prej gjanave të ndryshme. Dhe Allahu i Madhruar tani për shkak të drejtësisë dhe korrektësisë, jo që nuk e din, se Allahu e din sakt çka ka ndodhur, po gjykimi është për me u realizu drejtësia e tij, e pyet Nuhin, a ke përmbush ti detyrën tonë? Thotë, jo Zot, e din më mirë se unë edhe më mirë se krejt se unë e kam përmbush. A ki dëshmitar? Atëherë dëshmitar do të paraqiten ummeti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E ky është suksesi i Nuhut alaihi salatu wasalam. 950 vjet ka met të thirrë në mesin e njerëzve, një numër shumë i vogël, simas gjitha gjasave, më pak se 100 veti kanë besu, që realisht sot një firës, ose një hoxh, ose një talebe, ose një çka do të qoftë, me najt veç një vjet dikon 100 veti i banë. E s'munëm kur me thonë që ky është më i suksesshëm se Nuhi alayhi salatu wassalam. Mirë po, suksesi nuk matet me rezultate, për arsye se njerëzit mes tjerash veprojnë në rrethana të vështira. Javën e kaluar nëse ju kujtohet e kemi përmend atë vendin të cilëve Allahu u dërgoi 3 pejgamber. I dërgoi 2 një herë, masanej e dërgoi edhe tretin, masanej prap njerëzit nuk besuan. Erdhi njeri prej skajit qytetit duke nxitur, tha o njerëz, shkut poshtë, po beson ju pejgamberve. Edhe ai popull kryeneq i vran ata pejgamber, e vran edhe këtë këshilluesin e tyne, por këta patën sukses, pavarësisht rezultateve. Ndërsa ata që mbijetun ose u duket se mbijetun, ata kanë dështu. Ose i kemi shembuj, çfarë doni shembuj mundu me marr, gjithë ata dëshmor që kanë ra për liri. Ata se kanë prit lirin. Po a kanë pas sukses? A u kone suksesshme jeta e tyne? A ka pas sukses sakrifica e tyne? Pa dyshim që po. Pse? Se nga njerë Allah i Madhruar donë që shto që dikush me e bo punën sot, e frytet e asaj punë me i shiu dikush me vjetra, mbas edhe me 100 vite,
mas tyne. E njëjta gjë ka ndodhur me një numër shumë të madh të dietarëve, të cilët në kohën e tyne, pavarësisht se kanë qenë shumë ditur, kanë qenë shumë të udhëzuar, kanë qenë shumë në rrugë drejt, por ja që nuk janë vlerësu, në kohën e tyne nuk janë vlerësu. Sot u shihet hajri atyne. Sot u shihet hajri, i shihet hajri asaj trashëgimie që kanë lënë pas vetes atij bagazhi, pse se në kohën e tyne njerëzit si kanë vlerësu, mas vdekjes tyne ndoshta me shekuj, ka ardhur hesapi që vepra e tyne me prodhu fryte konkrete. Andaj suksesi pra nuk qenë ka detyrimisht i matshëm edhe i vlerësueshëm me fryte dhe me rezultate konkrete. Suksesi kryesor është lidhja me Allahun fuqiplot edhe ecja në rrugën e Allahut, pikërisht andaj ka Allahu kërkon prej neve që ne të ecim. Frytet mundën me dalë shumë më vonë masane, edhe sot njerëzit, për shembull, ose në kohën kur dalin frytet, çfarë njerëzit me u lut për ty. E keni dëgju për Imam Nevaviun, rahimahullah, autori i librit Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin është një libër, një përmbledhje e haditheve, rreth 2000 hadithe. Nuk besoj të ketë gjuhë të botës që s'është përkthy ky koleksion i haditheve. Hadithet janë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, por Nevaviu i ka përmbledh edhe i ka rendit në tema të caktuara. Nuk besoj në mesin tonë të ketë shtëpi që se ka atë libër. Ai bekum e ka bërë atë punë, sigur edhe plot punë tjera, plot libra të tjerë ka lënë. Ka jetu 39 vjetë, ka vdek në moshën 39 vjeçare. Nuk është martu asnjëherë dhe nuk kalon fëmijë, dietarët thonë, ai s'kalon fëmijë që me u lut për te, mirë, po krejt ummeti mas tij lutet për te, për arsye se ne sa herë themi është në Riyadhus Salihin ky libër, na i knojmë rahmet autorit të asaj përmbledhjeje ose atij koleksioni. Kështu shembuj ki sa dush. Pavarësisht a kanë lënë, as kanë lënë fëmijë edhe pasardhës, por ne kur shërbehemi me dijet e dietarëve, gjithsesi lutemi për ta, edhe s'ka dyshim se kjo është sukses. Ka qenë një sahabi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e ka pas emrin Anas ibn Nadr, Allah e mëshiroft, ka hinë luftë, mbase mund të ketë qenë betejë e Uhudit, ka hinë luftë edhe e ka gjuar një mushrik, e ka gjuar me shtizë. Shtiza që gjuhet kështu, me ka gjuar me shtizë, edhe thotë e ka rokën në shpinë, i ka dalë shtiza anë përtej. Edhe kur e ka pa shtizën që i dul, e ka godit mrapa, i dul kënej, e ka thonë një fjalë të mrekullueshme, ka thonë fuztu wa rabbil Kabe. Fitova pasha Zotin e Qabës. Pas pak qasteve ka ndru jetë, ka vdek, po ka thonë fitova. Pse? Për arsye se mbase në ato momente të ndrimit jetë, në ato momente të vdekjes, ati ju kanë qelë perdet edhe e ka pa venin që e pret. Edhe e ka pa që për një me që ajo është fitoria. Kjo që grumbullojmë në këtë dunja, nuk na bën do e mos të suksesshëm. Mundot njëri me pas shumë pare, shumë miliona, me pas edhe miliarda, s'do më thonë që është i suksesshëm. Mundot me arrit pozit, mundot me arrit pushtet, s'do më thonë që është i suksesshëm. I suksesshëm është vetëm ai të cilin Allah i madhruar ka me e falë, ka me e shpërbly, ka me qenë i kënaqur me te, edhe ka me e çunë në xhennet. Dhalike huwa al-fawzul azim, që kjo është fitoria e madhe, që kjo është suksesi i madh. Qysh na mëson Allahu i madhruar, edhe pikërisht për që te do të flasim sonte. Me qenë lidhje të mirë me Allahun, pavarësisht numrit të atyre që ecin bashkë me ty, është i madh ai vogël, dije se je i suksesshëm. Ndërsa Allahu i madhruar tonë e dini, kur ka folë për temat e mirësisë, qëndrueshmërisë, udhëzimit në rrugën e tij, ka thonë pak prej robërve të mi janë falënderues, pak janë mirënjohës. Tjetër anë ka thonë nëse u bindesh shumicës, ata të largojnë prej rrugës së Allahut. Që i bjen nuk ka rëndësi pakicë, shumicë, numër, ka rëndësi ka hje duke shku, ku ja ke mësy. Çka po don me bë edhe çka po don me arrit. Andaj njeriu i suksesshëm i ka do shenja identifikuese. Ka disa refleksione në jetën e tij, nëpërmjet cilave dihet se atë njeri po e shoqëroi ka suksesi
që sigur se thashën në fillim, është jetësim i ruajtjes, i mbrojtjes, i përkrahjes së Allahut fuqiplot për atë rob. Shenja e parë është se Allah i madhruar robin që e don, edhe robit që don me i dhuru sukses, ja mundson me bo punë të mira, me fol fjalë të mira, me bo sjellje të mira, me një fjalë të gjitha manifestimet konkrete të mirësisë gjenden të mishruara në praktikën e tij. Ato kur e nin të fol mirë. A thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut. Ai i cili beson Allahun dhe ditën e gjykimit, le të flas mirë ose le të hesht. Pra kur e sheh njeriu se flet mirë ose hesht, por nuk flet keq, dije se atë njeri është duke e shoqëruar suksesin prej Allahut fuqiplot. Pse? Se Allahu ja ka mundsu me punu mirë. Gjuha e tij është gjithmonë e njom me dhikrin e Allahut fuqiplot, gjuha e tij është gjithmonë aktive vetëm në atë që është e vërtet, që është e saktë, që është e mirë, pozitive, është vlerë, është këshill edhe përmirësim për tjetrin, për arsye se mirësia, sikur se e dim, nuk është thjesht vetëm njeriu për vete me përvetësu atë, mirë po me e përcjell apo me e përçu si mesazh edhe të tjerë. Njëjtin e sheh pra që flet mirë, njëjtin e sheh që vepron mirë, e sheh që e fal namazin, nuk ka sukses më të madh, mos harroni. Nuk ka sukses më të madh se sa njeriu me e rregullu namazin në jetën e tij. Me arrit me u lidh me Allahun fuqiplot, me atë lidhjen të cilën Allahu e kërkon. Allahu e thret, e fton, po edhe e pret në takim robin e vet 5 herë në ditë. Edhe ai i cili i paraqitet Allahut 5 herë në ditë në mënyrë të vazhdueshme, as një ditë në javë të pushim, as një vikend pushim, as një javë ose muaj në vetë pushim, as pensionim, që ky njeri është i suksesshëm. Pse? Se Allahu e thret e ky përgjigjet. E njëjta gjë është me agjerimin, e njëjta gjë është me zakatin, dhe jo vetëm me zakatin, po Allah i madhruar i ka dhënë pasuni, edhe aja të pasuni e konsideron si pasuni të Allahut e jo detyrimisht si pasuni të veta. Se nuk e kemi kriju ne vetë pasunin tonë, Allahu na e ka dhënë. Sikur të ishte që krijojmë vetë, s'do të mbetej njeri i varfër në këtë dunja, se krejt kanë qef me pas. Po Allahu e jep edhe e ndan pasunin qysh ka qef vetë, edhe njeriu besimtari konsideron se që i malli jem që une e kam, ajo është për mu, për familjen tem, mirë, pa aty ka hise edhe fukaraja, ka hise edhe musafiri, kur vjen të shtëpia se do të me e gostit, ka hise edhe akrabaja që do të me janë gjitë dorën, ka hise edhe xhamia, ka hise edhe vakufi, edhe hajrati, edhe puna e mirë, edhe projekti i përgjithshëm, i një të mire shoqërore. Do të thonë, në pasunin tonë, sikur se ka thonë Allah i madhruar, wa fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum, dhe në pasunit e tyre ka hiset njoftën, të ditën, për ata që lypin edhe për ata që nuk lypin. Gjetër vend thot haqqun lis-sa'ili wal mahrum, ka hise për ata që lypin edhe nuk lypin, pra të pacaktume. E besimtari e din se në pasunin e tij ka hise edhe musafiri kur vjen, edhe udhëtari, kalimtari i rastit që eventualisht ka me të keq, të dera jote, e ki borxh me i nimu. Edhe nëse në shtëpi vetën, ose në vend vetin atje, ai është milioner. Që aty ju ka shpërthy guma e kerët, para derës tone, borxh e ki minimu, borxh e ki ti mja ble nëse është nevoja, një gumë 3. Nëse e shese, ai s'po mundet mja dalë vetë, edhe prej pareve të zeqatit, edhe pse është i pasun ai. Se Islami çështu e ka rregulluar këtë punë. Edhe kretë senet tjera, ai i cili konsiderohet se është i suksesshëm, ai nuk e bën hesap me udhim të parët me shku në haxh. Valla shtrajt haxhi, për para u kon lirë. Kur nuk u kon haxhi ma lirë si qtash. Mos krahasoni numra, krahasoni vlerë. E përmen një prej kolegëve të mi, thot në 2003, kur kom shku në haxh, me sa të pare që i kom pagu, kom pas mundësi me i ble 17 lira dukatit. 17 lira sot sa bojnë?
për mi 15.000 euro, ose që aty dikon. Po ma mërmenja, që aty dikon bojnë. Do më thonë, haxhi është ma lirë ta se atëherë. Po sa do që t'jetë kostoja edhe shpenzimet, ti nuk e matë mes sa kushton, ti e matë mes çka po do me arrit. Shkon në haxh, kthehesh i pastër për gjunave se a ditë që t'ka lind nana. Çka po do më shumë? Sot ka njerëz për shembull që me pas po e bëjnë një krahasim pa lidhje shumë banal, po me pas 2 muaj ditë borg me i majt. Ka njerëz sot që ndoshta 1 milion i kish dhënë vetëm me shku në borg 2 muaj ditë. Para mendo besimtari ka mundësi me i dhonë sa kushton haxhi edhe i dhiman. Lirohet prej krejt asaj përgjithësie në ahiret që realisht nuk ka qysh me u krahasu me vlerat dunjas. Pra, që kjo është ajo e para që Allah i madhruar kur don me i dhon sukses, i ndodh pikërisht ajo që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, idha arada Allahu bi abdihi khairan ista'mala. Thot kur Allahu i don të mirën robit vet, ai e përdor atë. Allahu kur i don të mirën robit vet, Allahu e përdor. I kanë thonë ja Rasulullah, kayfa ista'malu? Qysh është Allahu me e përdor robin e vet? Thot yuwaffiquhu lil amali s-salihi qabla mawtih. Ja mundson e bën të suksesshëm në vepra të mira para vdekjes. E na gjithmonë jemi para vdekjes. Desim jena para vdekjes. Domethënë kurdo që Allahu na ka mundsu me bë vepra të mira, atëherë na jemi prej atyre që Allahu i don, për shkak se Allahu na ka përdor. Shenja tjetër është se besimtari është sigur se njerëzit tjerë. Ka njerëz që thonë, vallahi, kisha pas qef me u falë, po s'po moj. E pse dikush po munët e ti s'po munash? Arsyeja është se ai i cili po munët, ai ka motiv. Motivi nuk t'len kur me u lodh. Ai i cili s'po munët, ai s'pëgjen motive. Munët për hatër tënë, ose hajtë se i kenajt gati 2-3 ditë e 1 javë, vjen në xhami me ty, ose falet me ty, po në momentin që ti ja kthen shpinën, ai e lën namazin. Nuk o njeri i keq detyrimisht. Motivi i mungon, motivin nuk e ka të rregullum çashtu çysh duhet. Edhe kjo është defekti. Besimtari i ka lodhjet e veta, besimtari i ka problemet e veta. Mirë po motivi është ai i cili e bën me të i kalu të gjitha problemet e dunjas. E motivin të namazi edhe të veprat e mira e ka qashtë fuqishëm sa që leqë si duken trona. Leqë nuk i duken trona. Pa i knaqët të i kry ato vepra. Gjenë knaqësi. E këmë përmen shpesh, po e përmen i sonë të prapë. Namazi me e shiku për i jashtë do këtë shumë i ranë. Se mu qunë në 5 sahatit sabat, që tash, edhe tani gjithë ditën, çdo 3-4 sahat, 5 sahat, 2 sahat, tu u fale, deri në 8 gjysë që e falim jacin, ose verës hala ma herët, deri hala ma vonë jacin. Por një me është e ranë me e këshyrë prej jashtit, a besimtari e bën këto me knaqësi. Pse? Për shkak se Allahu ja ka mundësu që ai me ato vepra me u knaq, edhe që kjo është një prej shajave, se Allahu i ka dhënë sukses atij njeriu. I thojnë knaqësia e të bëmit të mirë. Është një prej 3 dimenzioneve të mirësisë dhe të përfitimet prej veprave të mira, e thot njëri prej dietarëve, besimtari kur bën vepra të mirë, thot atë e përjeton 3 herë. Derisa e kryen, kënaqet. Se din që është të bëj diçka mirë. Masani sa të është gjallë, sa herë ti kujtohet ajo vepra e mirë, nihet komod, nihet krenar. Edhe kënaqësinë më të madhe ka me përjetu ditën kur do të dalë para Allahut fuqiplot për me u shpërbly, me u pagu për atë vepër të mirë. E thash kënaqësia e veprave të mira, pra që nga kënaqësia e dunjas, është kënaqësi kur të shtrihemi në varret tona për me prit kiametin, edhe është kënaqësi në ditën e ringjalljes. Secila prej tyre e ka kënaqësinë e vet. Madje këtu kisha thonë një gjë, se nganjëherë flasim na vet, edhe bisedojmë ndërmjet veti, edhe themi e maj men para 15 vjetëve, ose e maj men para 20 vjetëve,
ose dikush që është më i vjetër, para 30 vjetëve, ka pas lezet ma shumë. Çka ka pas lezet? Batja e lidhjeve farefisnore ka pas lezet. Ndihmesat ndërmjet veti gjithashtu kanë pas lezet. Në xhami kur jena shku ka pas lezet. Në ders kur kena nejt ka pas lezet, e kështu me radhë. Realisht, nuk është se tash nuk ka lezet. Qëto të që tashit kush ka ymër pas 10 vjetëve ka me e kujtu me thonë, edhe atëherë në 2025 ka pas lezet. Në të vërtet, kjo është ai lezeti, ai kënaqësia që Allah e jep për veprat e mira dhe njeriu sakt i kujton me kënaqësi. Ajo që duhet njeri me ja bë vetes obligim është që mos më unal kur prej kësaj rruge. Me vazhdu gjithmonë me bë veprat mira, masën e gjithë ka me pas lezet. Ani pse ajo e tanishmja nga njëherë do këtë ma pak e këndshme se sa e kalumja, me gjithate të gjitha derisa njeriu të përfundon ato që është lezeti dhe kënaqësia më e madhe, që njeriu të shpërblehet me xhennet. E në xhennet aty pastaj ka çka as kemi pa, as kemi ni, as na ka shku mendja. Pikë tjetër është se Allah i madhruar ja mundson robët vet me u pajisë në vazhdimsi me dithuri. Na, ummeti i Islamit, ummeti i Kur'anit, jemi për një mes shumë të veçantë në aspektin e dithurisë, pavarësisht pse sot na duket edhe flasim, themi perëndimi ka ecë shumë përpara në aspektin e shkencës e teknologjisë, na kena me të mrapa, anej kënej, ka diçka të vërtetë në këte. Por ajo që me krenari e them, edhe duhet ta kuptojmë të gjithë, është se nuk ka kërkun dunja, s'ka kërkun dunja, ku njerëzit ulen, e ndëgjojnë, e një njeri flet e munohet me imësu diçka sikur se e bojmë ne. Për shembull sonte qëtu në xhami, po jo vetëm këtë xhami edhe në xhamia tjera dhe në vende tjera dhe krejt ku ka musliman. Njerëzit të bojnë për ato faltoret e veta, ato vendet ku bojnë ibadet në atë mënyrën e vetë, për shembull shkojnë në kish ditën e diell. Po, ai sa është ders, çështu që mësojmë na. Është ritual. Po menoj, s'ka kërkosh që fetarisht është i motivum me kërku dituri që jemi ne. S'ka as një fe që ju thot njerëzve mësoni. Veç Islami ju thot njerëzve mësoni. E kom përmend para një 2-3 javë në xhumë, nëse e keni marrë mend, thonë 5 ajete të shkurta që ju kanë shpallë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të parat. 2 herë i thuhet Iqra, lexo, 2 herë përmend që Allahu mëson, allama bil qalam, allama al insana ma lam ya'lam. Mësoi të përdoret lapsi, mësoi njeriu domethënë atë që nuk dinte, 2 herë lexo, 2 herë mëso, edhe 1 herë përmendet lapsi. Në 5 rreshta si janë ato. Nashta një rresht e gjysë janë ato 5 ajete. Nuk ka që si feje. Masani është thonë, është e shkruar edhe në për libra, po është edhe e pamohueshme pse perëndimorët ecën përpara, ose kur ecën përpara perëndimorët, edhe kur ngecën musliman. Perëndimorët ecën kur e lanë fenë e tyne, edhe muslimanët ngecën kur e lanë fenë e tyne. Se feja që thot lexo, nëse i përmbahesh nuk mundesh me ngec. Edhe feja që i ka djeg dietarët edhe shkencëtarët në përturat druve dhe ajo s'ka mujt me lënë njerin me ecë përpara. Do thonë ata e kanë lënë fen, kanë ecë përpara, na e kena lënë fen, kena met aty ku s'dohet. Kërkimi i diturisë është bazë e fesë islame. S'mundet njeri me u bë musliman pa mësu. Se vjen dikush thot po du me u bë musliman, hajde bëna. Qysh me u bë musliman? Para se me i thonë thuje shahadetin, edhe 100 sene para asaj ja mësojmë. Nuk ja shtim kryt në legend, po e mësojmë, ja ndriçojmë mendjen, ja ndriçojmë shpirtin, edhe në fund t'i themi hajt tash ti thuja dëshmin me cilën ti po don me u lidh me Zotin. Edhe masi të thot atë dëshmi prapë edhe qindra gjona tjera do të më mësu. Pyti këta që po thojnë u pagzum e banëm këto, hajt 3 fjali thunaj për këtë fenë që e more, këtë fenë. Sen, absolutisht, haber s'kan me të thonë, feja jonë është kjo.
Edhe e shese se ku është dallimi, po s'jemi na të bo krahasime me ta, as jemi ngarë me ta. Po jemi thjesht vetë të thonë që besimtari mëson, edhe kur mëson, i arrin disa gjana. E para që e arrin, është se arrin dëshmon se është në rrugë të pejgamberve. Se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, el ulema warathatul anbiya, dietarët janë trashëgimtarë të pejgamberve. E thash trashëgimtar, domethënë me kanë tin çat rrugë në mënyrë të pashkëputur. Pas kësaj, dia është mundësi e shëmfishimit të vlerës së veprave, edhe të sevapit të shpërblimeve të tyre. Një njeri që e bën një punë me një vetdije të caktuar e ka shpërblimin, por një njeri që është shumë më i vetëdijshëm për vlerën e asaj pune e ka shumë më të madh shpërblimin edhe sevapin. Pastaj dia është prej veprave të mira e që realisht është mundësi e shklyrjes së veprave të këqija. Allahu i madhruar thot: "Innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at", të mirat i shlyjnë të këqijat. Çështu është te na musliman. Edhe e fundit të dia është se është rruga më e shpejtë, më e lehtë dhe më e garantuar për me mri në xhennet. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Men salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhala Allahu lahu tariqan ila al-janna." Ai i cili e ndjek një rrugë për me arritë të një dituri, Allahu me ndjekjen e asaj rrugë ka më lehtësuar një rrugë për në xhennet. Do të mënyrë e garantuar, e lehtë dhe e shpejtë për me mri në xhennet. Këtu pastaj do të me e nënvizu një gjë më të kufizuar, se Allahu i madhruar atij që i ka dhënë sukses, ja jep edhe dashnin për Kur'anin. E besimtari ka dashni për Kur'anin. E keni pa dhe njerëzit që s'din me lexu Kur'an, që shemojnë Kur'anin. Gjithë e vendosin në rafta, në vendet nalta, nuk e lënë aty ku mundet me ul dikush. Zoti na rujt me atë me lënë aty ku mundet me shkel dikush. Pastaj ky respekt është shumë i natyrshëm te muslimanët. Shumë i natyrshëm ky respekt për Kur'anin. E mbajnë pështjellën në ç'më thon, e ruajnë edhe duke e mbështjell konkretisht. E mos flasim për atë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, duke e qitën pah mirësinë edhe vlerën e njerëzve: "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu", më i miri prej juve është ai i cili e mëson Kur'anin për vete e pastaj përpiqet me u mësua atë edhe të tjerëve. Pra më i miri është ai i cili e don Kur'anin e pastaj mundohet edhe të tjerëve me u bë të dashtën Kur'anin. Allahu i ka dhënë sukses një njerit edhe atëherë kur e ka bërë të ngopën. E thash në fillim, e s'tash po du me elaboru pak. Nuk është sukses me bo pare. Se Allahu i jep pare dhe pasuni, është fjala për pasunin materiale. Edhe ati që e dënë, edhe ati që se dënë. Plot njerëz kanë pare, pasuni është fjala, edhe të atil që se njohin Allahin fare. Po s'munëm me thonë që ata e njerëz suksesshëm, s'paku jo në bazë qësajt për cilën po flasim. Ndërsa pasunia ma e madhe cila është? Pasunia ma e madhe është me e pas shpirtin e ngopën. Pasunia ma e madhe është me e pas shpirtin e ngopën. Pse? Se ai që është i ngopën, ai si bën për shtypje, pse njerëzit kanë ma shumë se ai. E kanë pyet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, i ka thonë dikush: "I Rasulullah, po më tregon diçka që nëse aplikoj ka më ndasht Allah dhe kanë më ndasht njerëzit." Ka thonë: "Izhed fi dunya yuhibbaka Allah." Mos lak më shumë në dunja, Allahu ka më dasht. Wazhed fima fi aidi an-nas yuhibbaka an-nas. Edhe mos lak më në ato që kanë njerëzit. Adin mos synat është të qyri filoni ka apo mje, pas po mje, kanë më dasht njerëzit. Pra ruje dignitetin tanë. Ruje autoritetin tanë duke mos lakmu, bënu i ngopën dhe njeriu ma i pasur në dunja është qaj që është i ngopën. Përmenat në transmitim në hadith të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, përmenat thot një njeri e ka qitë një tokë në shitje. Një bashkë, një ara, pak ka rëndësi, edhe shkon një tjetër, edhe i thot: "Sa po e shet çkaq? Apo e lëm për çkaq?" "Po." "Bëma për hajrë." Edhe bojmë për hajrë edhe e merr tash kalon. Ai merr paret, ky e merr tokën pronësi. Fillon ky tash me rregullua tokën, me punua, me kështu me radhë, dhe tu gërmu diçka, e gjon një
thonë të na një qyp me lira. Për një me e gjonë një qyp me monedha të arit. Edhe kur e gjonë, thotë, qëto se kom ble. Tokën e kom ble. Pa i nuk më ka thonë, po tash e tokën me një qyp me lira. Edhe e merr atë qyp edhe shkon te ish pronari i tokës. Edhe i thotë, vlla, thotë, ti mu ma ke shit tokën, po qëto s'ma ke shit? Thotë, kështu që qëto të takojnë ty. A i thotë, jo, vllai dashtën, thotë, unë kur ta kom shit tokën, ta kom shit me këtë qa ka. S'kom thonë, po tash e tokën, përveç ati qypi, se asë që e kom ditë që ekziston, po kryesore ta kom shit tokën me këtë qa ka, kështu që ja pa fshajrin se e joti ashtë. Jo, pasha Zotin kur se marë. A i tjetëri thotë, po pasha Zotin asun se marë, edhe linda ty një farë mos marveshje e këndshme me styne. Deri sa detyrot një palë e tretë me intervenu për me i pajtu. Edhe kur vjen haja palë e tretë, qa kish bot dikush pej neve. Me thonë, valla, një qyp filoni s'pedon, as filoni s'pedon. Po thomë, nashta si shbo, qa ka bullgji, me thonë, lemani mu, veç, ishtë thonë, a ditë qka, doni 40% merit ti, 40% ti, që atoni 20 mjep një mu që ju mësova, edhe mirë po, edhe aji, të më thonë, të 3 personat këtë regon, që kanë qenë shumë të ngopon, aji u thotë, unë e thotë ja u gjithë zgjidhja. Cila o zgjidhja? Thotë, a keni e vlad? A njoni thotë e kam një djallë, a tjetëri thotë kam një vajzë. E thotë, martoj një djallë një vajzën, edhe qëto jepja unë, ata le tjetojnë me to. Le të bon të pasën, zbot nami. I mëson me një fjallë për me e bo një zgjidhje, se funit këtu tash po i shojmë 3 palë të ngopona. Tash njeri mos me të bo për shtypje një qyp me ari. Por mos me të bo për shtypje ti dosh me konë ekstremisht i pasën. Sikur me thonë sot, për shembull, valla dikuj si bojnë për shtypje 100.000 euro. A njehni na njerit si bojnë për shtypje 100.000 euro, unë s'njoh për vete. Një njerë si kanë miliona, mirë po nga njerë kur i nin të folë për cikrime që kanë herë ndoshta neve s'na bojnë qaç për shtypje, po sa i thotë unë si cikrimi i kom bo milionat. Ka drejt. Po du me thonë, kretë është të ngopja, sa e ka njeri shpirtin e ngopën, edhe kjo është një mirësi shumë e madhe. Kush e ka, jeton si beg. Funit në aspektin material, në ton edhim se asë një njeri s'monët me fitu edhe me arrit përveç ato që Allah ja ka caktu. Në hadith ka ardhë, thotë sikur njeriu të ikte prej rizkut, ashtu qysh ik prej vdekjes. Për shembull, dikush ka thonë, valla, isha shku në luft, po jëm tut që po vrahna. Do thonë tuta prej vdekjes, e ka po mos me shku në luft. Me konë që ik prej rizkut, qysh ik prej vdekjes, thotë ka me nëzon rizkut që ashtu që nëzon vdekja. Ka mund dikush mundësi me ik vdekjes, nuk ka mundësi. Edhe rizkut nuk ka mundësi me i ik, edhe Allahu i madhruar pra, thotë, nahnu qasamna bejnahum ma'ishatahum fil hayatit dunya. Na njerëzve ja kemi nda që shto standardin jetësor, qysh njetën e kësaj bote. Dikuj kemi dhon kaq, dikuj ma shumë, dikuj ma pak, dikuj ekstrem shumë, e kështu me radhë. Do thonë këto e në caktimet të Allahut fuqiplote. Besimtari kur e ka parasysh që tha, s'ka dyshim se jeta e tij rregullohet shumë, e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon në çet aspekt cili është suksesi. Thotë në çet aspekt, thotë qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Thotë suksesi është për atë njeri i cili i është nështru, i është dërzu Allahut. I është vonë rizkut që sa i mjafton, edhe Allahu e ka bot të knaqën edhe të ngopën me që ato që i ka dhonë. Ma i pasun është qaj që i mjafton qaj e cilën Allah i madhruar i ka dhonë, se aji është falëndërues. Ndërsa aji i cili nuk ngopet, aji edhe pse ka shumë, aji jetën e ka si të fukaras, se gjithë ka lakmi halama shumë me pas. Me këto lidhet edhe e pjesa tjetër që Allah i madhruar e ban ato me koni knaqën edhe me zgjedhjen dhe caktimin e Allahut. Në radhë parë është i knaqën me çka e ka urdhnu Allahu dhe me çka e ka ndalu. Besimtari, kur si shkon menja me thonë, pse bre Zoti na ndaloi alkoolin. Si shkon menja besimtarit çështu me thonë. Ose pse na e boni obligim namazin. Ose pse na e ndaloj kamatën, ose pse kështu, po është i knaqën, shkon me e bo një punë, e shet që aty ka diçka që Allah s'është i knaqën me to, me njëherë e len.
thot jam I kënaqur çka ka caktuar Allahu, edhe jam I kënaqur me fitu vetëm me halal. Edhe kjo është një pjesë e suksesit. Pas kësaj, suksesi më I mirë dhe më I madh është padyshim kur Allah I madhruar I jep robit vet zemërbardhësi edhe sjellje të mirë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e kanë pyet cili është faktori që I bën njerëzit mas tepërmi që të shkojnë në xhennet. Çka ka thënë? Taqwallahi wa husnul khuluq. Frikë respekti për Allahun edhe mirësjellja. Çto dyja më shumë ti I çojnë njerëzit në xhennet. Gjithashtu prap I ka përmend se më dashur tek unë, ka thonë pejgamberi alayhis salam, edhe më së afërmi meje në ditën e gjykimit, me qëndrim në xhennet do të jenë ata të cilët sillen më mirë, e thonë e dim se mirësjellja nganjëherë ka peshë më shumë se sa do ibadete tjera konkrete. Pas kësaj shenjë e suksesit në jetën e cilit është edhe kur Allahu I madhruar ja ka mundësu atij që nganjëherë zgjidhja për hallet e njerëzve me qenë të ky. Bëhet çelës I të mirës, e mshels I të keqës, I pajton njerëzit, e nal fesatin, I afron njerëzit ndërmjet vete, bëhet sebeb që njerëzve të zgjidhen disa probleme të caktuara, jo në kuptimin veç edhe të mosmarrveshjeve, po ja lehtëson dikujt një breng, një hall, një kështu me radhë, edhe këtu padyshim që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka dhënë sqarimin e vet kur ka thonë ahabbul ibadi ila Allahi anfa'uhum lin-nas. Më I dashtuni prej të gjithë robërve tek Allahu është ai I cili njerëzit mas tepërmi ja shohin hajrin. Pra njerëzit pikuna kanë dobi çaj është më I dashtuni tek Allahu fuqi plot. Ose ka thonë tjetër hadith ahabbul a'mali ila Allahi sururun tudkhiluhu ala muslim. Prej veprave më të dashtuna tek Allahu është me e disponuar një musliman. Është I brengosur, ti e disponon. Është I mërzitur, ti e gëzon. Është I pikëllum, ti I jep gajret. Kanjëherë neve na duket se s'është ndonjë gjë e madhe kjo me e thirr filanin që e ka pas një aksident edhe me I thonë shqyr ç'ke pështu. Ose shqyr që s'u bo ma shumë, ose bon gajret se boll keq ko ka konë, po me gjithatë dush mu boj fort ose kështu me radhë. Krejt këto janë veprat mira cilat janë dëshmi e suksesit. Janë edhe dy pika cilat po I përmendje shpejt edhe po e përfundojmë me to. Kam përmend dietar një gjë interesante shumë. Thotë prej seneve të suksesit është njeriu me u bë nganjëherë me u bë këshë spash, edhe me u bë këshë sniva. E shprehja që thonë a 5 spash, a 1 vesniva. Kjo shprehje do të më ardhë, kjo gjendje do të më ardhë shprehje shpesh. Pse? Për arsye se janë do punë që nëse ne I shohim ose I dëgjojmë, s'do më thonë që kemi ndonjë ndikim për mirësimin e tyne. A ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam prej gjërave më të mira është që besimtari me e lën ato që si hinë në punë. Nganjëherë shet dikën duke gabu edhe bën nuk këshë se pash. Se funit kur gjë s'munësh me ndiku, as ai që e këshillon, as ai që e përmirëson. Nganjëherë në shpitale, je krye familjar, munësh me kon prind, munësh me kon e sheh dikon duke gabu, mos e çorto, nëse si I sigurt që ai çortim ka me pas ndikim pozitiv. Pse? Se çortimi I shpesht edhe e vladit në raport me prindin ka mja hup marrën. Edhe I nxënësit në raport me mësuesin, edhe I xhamatit në raport me hoxhën, edhe thujet çysh dush. Të pash, të nxona, po s'është qëllimi me nxon njerin tu gabu. Qëllimi është mjalon hapësirën me u përmirësu, a nëse e bën gabimin edhe plus me marrë, mundohet me u mshef, mos shkoti mja qel perda. I kanë thonë Omerit radiallahu anhu, dini kush u kon Omeri, s'ka lëshu pe, I pa kompromis u kon, kanë thonë që aty është një shtëpi që atje në periferit Medinës, po I nim shpesh do t'jem tri, tu knue, tu qaraveshe, tu kështu, po dyshojmë që po pinë alkohol. Se dhe me alkoholi I bën njerëzit me qef e ishtin me knue kësi muhabet. Thot, a I keni pa jo? Thot, masi si keni pa, as mos kaloni anë I pari për me I dëgju.
Se s'është synimi jonë me i spionu njerëzit, me ditë çka po bojnë. Synimi është të keqen me mujt me e kufizu, edhe pika e fundit. Po menoj që kjo çka thash, si thash, është shumë e rëndësishme, sidomos në familje. Me evlad, me ata që i dënë, me ata që të ngojnë hala, munohu mos m'ja u plas perdën se masane ajo nuk kthehet më. Edhe e fundit, prej shenjave të suksesit për një besimtar është kur Allahu i madhëruar i ja mundëson me bë teube. Se me latë që s'bahet kërkosh. Edhe kur t'jep Allahu sukses, ti me latë që s'ki mu ba. I pagabushëm s'bahet. E derisa si i pagabushëm, do thonë ki me gabu, e kur Allahu i madhëruar ta mundëson me ju kthy ati me pendim, dije se Allahu të ka dhënë sukses, Allahu na dhash sukses e mirësi e mbarësi, Allahu i rujtë e shpërbleft për vëmendjen. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.